Drafti I senatorit Bernie Moreno për heqjen e 2 shtetësisë në SBA ndes tensione politike. Një zhvillim papritur politik, senatori republikan Bernie Moreno nga Ohio ka prezantuar një projekt ligj që synon të ndryshojë themelet e shtetësisë amerikane, I quajtur Exclusive Citizenship Act of 2025. Ky projekt ligj propozon heqjen e plotë të shtetësisë së dyfisht, duke detyruar çdo qytetar amerikan të mbajë një shtetësi tjetër të heqëtor nga ajo e huaja. Sipas draftit, amerikanët me lidhje të tilla do të detyrohen të zgjedhin vetëm besnikërinë ndaj Shtetit Bashkuara, duke filluar 180 ditë pas miratimit të ligjit. Kjo mas vjen në një kohë kur debati mbi imigracionin dhe identitetin kombëtar është në kulm, veçanërisht pas fitores së Trumpit në zgjedhjet e fundit. Bernie Moreno, I cili u bë qytetar amerikan në moshën 18 vjeçare pas emigrimit nga Kolumbia, ka prezantuar këtë iniciativë si një hap drejt besnikërisë së plotë ndaj Amerikës. Në një deklaratë zyrtare ai tha: "Një nga nderet më të mëdha të jetës time ishte kur u bëra qytetar amerikan dhe betova besnikëri vetëm ndaj SBA-s. Është koha të përfundojmë me shtetësi të dyfishme dhe një herë e mirë." Moreno argumenton se ligji aktual lejon konflikte interesi ku qytetarët me shtetësi dyfishme mund të kenë lidhje me interesat huaja, duke rrezikuar sigurinë kombëtare dhe unitetin social. Drafti specifikon se çdo amerikan që fiton vullnetarisht një shtetësi të re do të humbas ata amerikane automatikisht, duke mos e bërë përjashtime për fëmijët e lindur jashtë apo emigrantët e natyralizzuar.